Nuk ke nevojë të heqësh yndyrnat që të djegësh yndyrë. Nëse ka një gjë që nuk vendos yndyrë, atëherë janë yndyrnat. Shumë yndyrë në një fjali. Dhe nëse ka një ushqim që realisht vendos yndyrë, atëherë është vetëm sheqeri. Kështu që nëse do që të heqësh një ushqim që të mos shtosh dhjam në yndyrë, është sheqeri që shkakton rritje të insulinës, rritje sheqerit në gjak dhe vazhdimisht duke bërë këtë gjë, ti mund të bëhesh dhe insulin resistance, larg qoftë. Por sheqeri nuk ka asnjë vlerë minerale, nuk të mban të ngopur, edhe të shkakton shtim peshe. Nëse yndyra nga krau tjetër, sidomos gjalpi që kanë këtu, ka shumë vitamina, vitaminën A, D e K, nuk të rrit insulinën, të mban të ngopur, nuk mund të konsumosh sasi shumë të madhe, sepse është shumë i dëndur me kalori dhe gjithashtu ushqyes. Kështu që nëse do të humbësh dhjam dhe yndyrë, mos u fikso nga yndyrnat, sidomos të shëndetshme, i kam shpjeguar, por fiksohu nga sheqeri. Tash ti komento kur do të humbësh peshë, çfarë ushqimi heq të parin.